Mirëmbrëma dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e Kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama sulmon gjyqtarët dhe thotë se janë më të paguarit krahasuar me vendet e rajonit, i kërkon kushtetueses të mos bëhet palë me magjistratët. Partia Demokratike ndryshon qëndrim dhe vendos të mos e bojkotojë reformën territoriale, në rast bllokimi shumica do të marrë kryesimin e komisionit. Gjykata e posaçme mbyll shqyrtimin paraprak të dosjes së Erion Veliajt, kryebashkiaku këmbgul të njëjtë me aktet hetimore dhe kërkon përjashtimin e gjyqtares. Policia dyshon se shënjestra e atentatit në Lezhë ishte nipi i biznesmenit Ardian Nikula, i vrarë në vitin 2023 nga sulmi me armë u plagos pronari i Berberanës. Vijmë gjërësisht me lajmet. Kryeministri Edi Rama përsëriti akuzat ndaj gjyqtarëve, të cilët sipas tij duan të imponojnë ekzekutivit. Shefi i qeverisë tha se magjistratët në Shqipëri kanë pagat më të larta krahasuar me kolegët e tyre të vendeve të rajonit. Rama la të kuptohet se nëse kushtetuesja merr vendim në favor të tyre, atëherë qeveria do të ndjekë rrugë të tjera. Rritja e pagave të gjyqtarëve sipas kryeministrit Edi Rama do të rëndonte në xhepat e qytetarëve. Me anë të një video mesazhi në Facebook, kreu i qeverisë cilësoi absurd kërkesën e togave të zeza, duke u shprehur se ata nuk mund të imponojnë qeverisë nëpërmjet gjykatës kushtetuese. Domethënë, ky i thot gjykatës që thash ta bëjmë kështu tinës këtë punë pa e pasur mendjen tjerët, edhe qeveria kishte zgjedhjet se kishte mendjen ke ne, dhe me këtë rast ti merrnim buxhetit shtetit, ti merrnim shqiptarëve nga taksas 37 milion euro. Aq është shuma. 37 milion euro të tjera. Sipas Ramës, pagat e gjyqtarëve në Shqipëri janë më të larta krahasuar me vende të tjera të rajonit. Dua që ta dinë të gjithë se e vërteta është që në Shqipëri pagat e gjykatëve sot siç janë të njëjta me pagat e gjykatëve në Greqi, në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe ndërkohë janë 2 fish më të larta sot siç janë sesa pagat e gjykatëve në Maqedoni dhe në Malin e Zi. Kreu i qeverisë bëri një apel ndaj kushtetueses, që të mos bëhet palë me këto kërkesa, që sipas tij janë pa sens. Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese mos t'i lërë këtë njollë të madhe turp i Shqipërisë dhe mos na detyroj të kërkojmë ilaçe të tjera. Rama u shpreh se seanca në gjykatën kushtetuese tregoi logjikën e gjyqtarëve që sipas tij la për të dëshiruar. Opozita vendosi të jap fund bojkotit të reformës territoriale. Në mbledhjen e grupit parlamentar, deputetët demokrat kundërshtuan qëndrimin e Sali Berishës për bllokim, duke e bindur atë që Partia Demokratike të marrë pjesë në komision. Partia Demokratike ndryshoi qëndrim e ka vendosur të shkojë në Komisionin e Reformës Territoriale. Vendimi për të bërë pjesë e komisionit është marrë pas mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, ku të gjithë deputetët që morën fjalën kërkuan që opozita të jetë pjesë e reformës. Në fillim të mbledhjes së grupit, në pjesën e hapur për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha as nuk e përmendi Komisionin e Reformës, por u fokusua tek organizimi i protestave kundër kryeministrit Edi Rama. Janë me qindra qytetarë që më shkruajnë dhe më thonë, doktor, nuk duhet largohemi nga bulevardi pa larguar Edi Rama. Ne drejt asaj të shkojmë. Të themi të vërtetën. Ne drejt asaj do shkojmë në mënyrë të pashmangshme, në mënyrë të sigurë. Por pasi mediat u larguan nga mbledhja e grupit, deputetët demokratë ngritën shqetësimin për kostot me të cilat mund të përballet PD nëse bojkoton reformën territoriale. Nënkryetari i PD-s Ojer Bylykbashi, i cili është bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, mbrojti idenë se Partia Demokratike duhet bëhet pjesë e reformës territoriale. Antarët e Komisionit të Reformës Territoriale, Eno Bozo, Bledon Albati e Xhelal Mziu, gjithashtu ishin të mendimit që Partia Demokratike duhet të shkojë në komision. Ata besojnë se pavarësisht se Edi Rama i ka votat për ta miratuar i vetëm reformën territoriale, opozita duhet të jetë në komision për të zhbërë reformën e vitit 2014, e cila sipas tyre ka dështuar.
Deputetët gjykojnë që opozita duhet të jetë në komision për të shpjeguar se si duhet të ishte një reformë territoriale që u shërben qytetarëve. Kundër bojkotit sot në mbledhjen e grupit ishin edhe kryetarja e Komisionit për Kulturën, Nina Zhupa, e kryetari i Forumit Rinor, Besar Xhaferi. Në fund të mbledhjes, kryetari i PD-s Ali Berisha e bëri të qartë se për opozitën, komisioni më i rëndësishëm në parlament është Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit, ku ndodhet sot kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar, Berisha zhvilloi edhe një mbledhje tjetër me figurat kryesore të partisë, u vendos që opozita të shkojë në Komisionin e Reformës Territoriale. Qëndrimi i shprehur i Partisë Demokratike pas diskutimeve në grupin parlamentar, në kryesinë e vogël, është që PD-ja vazhdon do vijoj të jetë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore në një mbledhje sa më të afërt, të dakordsuar ndërmjet bashkëkryetarëve dhe do vazhdojmë me agjendën e komisionit. Luciano Boçi konfirmoi se do të flasë me homologun socialist, Arbian Mazniku, për të caktuar një mbledhje të komisionit, duke vënë në dukje se nuk ka arsye që nesër parlamenti të ndryshojë përbërjen e tij. Krahas reformës territoriale, Partia Demokratike do të marrë pjesë edhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Socialistët janë të vendosur të mos lejojnë bllokimin e reformës territoriale. Për t'i dhënë zgjidhje çdo bojkoti të mundshëm nga opozita, shumica është gati të ndërhyjë duke marrë kryesimin e komisionit. Bojkoti i Partisë Demokratike në Komisionin e Posaçëm të Reformës Territoriale nuk do tolerohet më nga mazhoranca. Në mbledhjen e radhës, bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku paralajmëroi se në rast bllokimi të majtë do të kërkojnë ndryshime për të zhbllokuar funksionimin e komisionit dhe për të vijuar punën. Kjo është sot mbledhja e 4 në cilin opozita nuk vjen. Kemi humbur pothuajse 2 muaj kohë shumë të rëndësishme, një reformë e cila është në ngut kohe. Kjo s'do thotë që opozita s'është në komision, opozita do të jetë gjithmonë i pritur në komision, në të gjitha proceset, në të gjitha hapat, në të gjitha diskutimet, do të ketë vendin e saj sistematik. 8 anëtarët e komisionit janë ata që janë. Kemi kërkuar gjithashtu që ndryshojmë një element dytë, që nga bashkëkryesitë kalojmë në një proces kryetar nën kryetar, siç janë komisionet standarde të komisionit. Sipas Maznikut, ky bojkot ka zvarritur punën për rreth 1 muaj, prandaj dhe theksoi se për të arritur afatin e muajit korrik, anëtarët do të ndahen në 3 grupe. Komisioni do të ndarë sërish në 3 grupime. Njëri grup do të merret me territorin dhe qeverisjen, grupi i dytë do të merret me funksionet e pushtetit vendor dhe grupi i tretë do të merret me financimin e pushtetit vendor. Dhe secili prej këtyre 3 grupeve ose 3 nën-grupeve do të ketë konsultime tematike në fushën e vet. Për ata që do të merren me kompetenca, do të diskutojnë për gjithë kompetencat vendore, për shërbimet sociale, për infrastrukturën, për urbanistikën, për shërbimet utilitetit. Në rast një bojkoti të mundshëm nga opozita, PS mund të bëjë ndryshim të numrit të anëtarëve nga 16 në 17, ku një anëtar më shumë do ta ketë mazhoranca. Komisioni në këto kushte nuk do të drejtohej me bashkëkryetar, por me një kryetar nga Partia Socialiste dhe një nënkryetar nga Partia Demokratike. Në mbyllje të shqyrtimit paraprak të dosjes së tij, Erion Velia e kërkoi përjashtimin e gjyqtares Etleva Deda. Palë debatua në seancë dhe për avokatën e caktuar kryesisht nga shteti, e më pas kryebashkiaku i Tiranës është larguar nga salla. Gjykata e posaçme mbylli shqyrtimin paraprak të dosjes Veliaj. Në seancën që do të vendoste përkalimin apo jo për gjykim të çështjes, pati debate të forta. Kryebashkiaku Veliaj u detyrua të vijojë mbrojtjen vet, pavarësisht se gjykata kishte caktuar një avokat kryesisht jashtë vullnetit të tij. Veliaj e kërkoi këtë për të pasur mundësinë të njihet me dosjen. Kjo pasi sipas tij asnjë avokat nuk mund të realizojë mbrojtjen pa konsultim me klientin. Ndërkohë gjatë gjyqit edhe avokati e shtetit Valentina Teodorescu deklaroi qartë se nuk ka pasur asnjë mundësi reale për të njohur plotësisht me dosjen e as për ta konsultuar atë me Veliajin dhe për këtë arsye kërkoi kohë shtesë për të ushtruar mbrojtjen. Në këto kushte ajo shtoi se nuk mund të vinte në dispozicion konkluzionet e gjykatës. Kjo shkaktoi ngritjen e toneve mes avokatit të kryetarit të bashkisë Artan Gjermeni, i cili nuk është revokuar nga gjykata, si dhe vet Velia që si përfundim kërkuan përjashtimin e avokates së caktuar kryesisht nga shteti, apo ashtu dhe të gjykatës së çështjes Etleva Deda. Muajin e të drejtës për të njohur me dosjen, Velia i quajti shkelje flagrante dhe pas përplasjeve verbale braktisi sallën e gjykatës së posaçme. Seanca është hyrë për në datën 9 shkurt, ndërkohë do të jetë një tjetër gjykatës që do të vendosë brenda 5 ditësh nëse do ta përjashtojë apo jo gjykatësen Etleva Deda. Erion Velia u arrestua në krye të detyrës brenda Bashkisë së Tiranës në ndyshimet se së bashku me gruan e tij Ajola Xoxa kanë kryer korrupsion me fondet publike në të paktën 10 raste.
Hetuesi dyshojnë se shënjestra e atentatit në Lezhë ku u plagos një berber në dyqanin e tij ishte nipi Ardian Nikulajt, i vrar afro 3 vjet më parë. Në vendin e ngjarjes ka qenë i pranishëm edhe një efektiv policie, i cili ka thënë se qëlloi me armë me synimin për të neutralizuar atentatorët. Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me atentatin me armë zjarri të ndodhur mbrëmjen e të dielës në fshatin e Rill të Lezhës. Brenda berberhanës kanë qenë disa persona, përfshirë një polic dhe një antar i fisit Nikulaj. Dyshohet se objektivi i sulmit me armë nuk ka qenë 30 vjeçari Sokol Daci, pronar i berberhanës, por një nga personat e tjerë që kanë qenë brenda saj. Sipas burimeve, mendohet se qëllimi ka qenë eliminimi i Merando Nikulaj, nipi i biznesmenit Ardian Nikulaj, i ekzekutuar gjithashtu në një atentat në vitin 2023. Merando Nikulaj dyshohet të ketë marrë një plag në këmbë gjatë momentit që po qethej, ndaj policia po ushtron kontrolle në klinika dhe spitale private. Autorët kanë lëvizur me 2 automjete. Nga analizimi i pamjeve të kamerave të sigurisë, rezulton se kanë qenë 7 persona dhe 2 prej tyre kanë dalë dhe kanë qelluar me breshëri plumbash. Ndërkohë, në Berberhane ndodheshin 4 persona, të cilët mendohet se janë kundërpërgjigjur po me armë. Autorët dyshohet se kanë qenë të veshur me rroba ushtarake dhe me kapuç në kokë, ndërsa menjëherë pas ngjarjes janë larguar në drejtim të rrugës që të çon për në fshatin Shëngjoll. Ndërkohë është marrë edhe dëshmia e policit, i cili ka qenë aty në momentin kur ka ndodhur atentati. Ai ka thënë se ishte rastësisht aty dhe nuk ka arritur të identifikojë autorët, por ka qelluar me armë për t'i neutralizuar ata. Ekspertët e policisë janë rikthyer sërish paraditën e kësaj të hëne në fshatin Rill të Lezhës, pranë biznesit ku ndodhi atentati me armë zjarri një natë më parë. Ata kanë marrë gjurmët e gjakut në vendin e ngjarjes, të cilave do t'ju bëhet testi ADN-s për të parë nëse kemi të bëjmë me një person tjetër të plagosur dhe për të mësuar identitetin e tij. Ndërkohë, nga të shtënat 4 plumba kanë prekur dhe 2 biznese të tjera përballë Berberhanës, por fatmirësisht, personat që ndodheshin brenda kanë shpëtuar mrekullisht. Kryetari i Bashkisë së Tropojës Rexh Byberi do të gjykohet nga gjykata e posaçme. Ai dyshohet se ka shpërdoruar detyrën disa herë. Sipas PAK, me veprimet dhe mosveprimet e tij gjatë procesit për hapjen e rrugëve, Byberi ka devijuar nga projektet e miratuara nga Këshilli Bashkiak i Tropojës. Për të njëjtat akuza do të gjykohet edhe zëvendësi i tij Abedin Kërnaja. Kuvendi i Shqipërisë po vjon inspektimet në gjykatat e vendit për të parë nga afër kushtet e sigurisë. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në krye të detyrës detyroi Këshillin e Lartë Gjyqësor të kërkojë masa shtesë për të cilat duhet marrë edhe miratimi i parlamentit. Pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në datën 6 tetor të vitit të shkuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor kërkoi nga parlamenti që të bëhet një vlerësim i sigurisë së gjykatave e po ashtu edhe të infrastrukturës së godinave. Qeveria e gjyqësorit i kërkon kuvendit që në të gjitha gjykatat e vendit të ketë efektiv të policisë së shtetit, të cilët të jenë të trajnuar dhe të kenë një plan të dedikuar sigurie. Ashtu kërkohet edhe mbështetje buxhetore për përmirësimin e infrastrukturës së sigurisë dhe klasifikimin e gjykatave si institucione të rëndësisë së veçantë. Rishikimi i protokolleve hyrëse dhe dalëse në gjykata, përfshirë procedurat e kontrollit për palët, dëshmitarët dhe të pandehurit, ishte një tjetër pikë e parashtruar nga KLG. Këtë të hënë, deputeti socialist Bledi Çomo ka kryer inspektim në gjykatën e posaçme lidhur me çështjet e sigurisë, një iniciativë kjo e kuvendit për të parë nga afër ngërçet e mundshme të gjykatave. Gjatë inspektimit, Çomo u shoqërua nga gjyqtari Erion Bani. Më herët një inspektim i ngjashëm është bërë edhe në gjykatën e Korçës. Shoferët që kalojnë në rrugën Librazh Qaftan duhet të bëjnë kujdes në vendin ku një ditë më parë pati rrëshqitje të dheut dhe të gurve. Ky segment është pjesërisht i hapur, ndërsa rreziku ende nuk ka kaluar plotësisht. Qarkullimi i automjeteve në aksin nacional Librazh Qaftan këtë të hënë tek thesat e Dragostunjës kryhet me vështirësi, ndërsa vetëm një korsi e gjysmë e rrugës është e hapur, pasi një gur i përmasave të mëdha gjendet mbi asfalt. Ajo që bie në sy një ditë më pas është mungesa e autoriteteve në vendngjarje për të këshilluar drejtuesit e mjeteve që të ulnin shpejtësinë. Ndonse për më shumë se 10 orë, disa mjete të rënda një ditë më parë punuan një herësh për të shembur skarpatën e dëmtuar dhe për ta bërë rrugën të hapur për drejtuesit e mjeteve. Rreziku konstatohet edhe këtë të hënë. Në korsinë e bllokuar, mjetet e tonazhit të rëndë kanë të pamundur të shkëmbehen.
Një banor i zonës, Safet Duka, i cili shpëtoi mrekullisht masivit të rënë në rrugë, tregon për momentet që mund t'i kishin marrë jetën së bashku me nënën e tij. Unë isha i pari që isha të gujma që u shem dje, edhe ndalova qakullimin, një makinë hyrë para me, ndalova atë dështë para kaloj, po vinte gujma se u shem nga pak. Fillimisht anë të gurë dvejë ishin nga kaq, pastaj rëshite gjithë njerë, unë isha të prezent, edhe rëshiti njerë që ranë gjithë gurë dhe mëlej pastaj. Isha me mamën dhe qojnë në spital për vizit, pash gurë dhe vejë që po bijë një nga një. Shqyqyr që nuk ishte makina mrapa, se s'kisha kutika, do mëzin gjithë gurë dhe mëlej, do mëzin poshtë. A i kërkon dëm shpërblim nga firma që mirëmban në rrugën, pasi mjeti i tij është dëmtuar nga gurët e parë që u shkëputën nga mali, por edhe marrjen e masave nga autoritetet që të rikthejnë sigurinë në rrugë. Si lloj firma që po bën rrugën lart, siguri nuk ka fare këtu, vriten njerëz, nuk vriten ma fare firma përgjithësi fare. Ne s'dim ku drejtohemi, ku gjejmë drejtet tona, hapet rruga, do flasim mbrapa, më thanë mua, për dëmtime, për gjëra çfarë keni, çfarë ashtu. As pyetën fare, jeni smura, keni smura, gjë fare, nga pyetën fare. Ishte ja 2 përgjegjësa aty, më thanë mua, hajde fol me shefin e madh nesër në zyrë këtu në Librash. S'kishte fare, aty s'kishte asnjë njerëj, ishte diel, ishte pushim. S'kishte asnjë fare kontroll fare. Të dielën kreu i autoritetit rrugor Ami Kozeli mohoi që shkak i shembjes masivit janë bërë punimet që po kryhen për zgjerimin e korridorit të 8, por është fakt se shumë pranë segmentit të dëmtuar shihen mjetet që po punojnë për gjurmën e re të rrugës. Sa ka që ambientalistët po shprehin shqetësimin e tyre për mbetjet e hedhura në lumin Shkumbin. Një kamion ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në zonën e plazhit në vendin e njohur si Kalaja në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë paraditën e kësaj të hëne. Dyshohet se automjeti ka humbur kontrollin për shkak të shpejtësisë ose nga një defekt në sistemin e frenimit. Sipas aksidentit, shoferi i kamionit përparim Kapa 62 vjeç është plagosur rënd dhe është transportuar menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Në vendngjarje shkuan forcat e policisë rrugore dhe shërbimi zjarfikës, të cilët zhvilluan hetime për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.